Jam shumë e emocionuar, shumë e gëzuar, jo se se prisja, po do më thënë, unë mendoj që artisti për këto jeton. Ishte shumë e bukur, shumë e ngrohtë, unë mendova se ishte e gjatë shfaqja, por askush nuk lëvizi deri në fund. Falenderime pafund. Të këndosh në Pogradec është që bashkë me zërin tënd të vinë dhe tingujt e gjolit ton që janë aty afër. Të marrësh frymën e kësaj bukurie të rënjve dhe të ngopesh me përqafimet pafund të spektatorit që më ka munguar shumë. Vjen një moment që janë kapur majat e suksesit edhe më bëre shumë bukur këtë pyetjen sepse nuk e kuptoj se si sa njerëz ngopen. Do të thënë, vjen koha që faleminderit Zotit, faleminderit publikut që unë e ka marrë atë famën sa mundem dhe dashurinë që më ka dhënë publiku dhe tani jam shumë e lumtur që më jepet rasti të promovoj, po ato janë promovuar në fakt, po që të bëjmë koncerte së bashku me këtë grup të rinj kaq të talentuar. E kam mision me thënë drejtë.